Civil Media. Do doja të ndaj me ju një anekdotë të shkurt në lidhje me trajnimet tona. Ne do të performojmë, do të dalim me pikërisht sakt 106 vjet vëzhgues të civilit në procesin zgjedhor. Dhe në trajnimet që i mbajmë me vëzhguesit tanë, njëherë mu parastruan pyetje nëse ka nevojë sikur dhe në të kaluarën. Të shkojnë për ato ngjarje që organizojnë partitë politike për të përfaqësuar kandidatët, të prezantuar kandidatët e tyre, kandidatin apo kandidatët e tyre. Unë ju përgjigja se s'ka nevojë. Nuk ka nevojë të dalet në për miting për shkak se të gjitha janë pa përjashtim në Facebook, drejt për së drejtë emetohen të gjitha këto ngjarje. Këto mitingje dhe këto takime drejt për së drejtë jepen edhe komentet dhe kjo mjafton edhe vëzhguesit tanë. Pastaj do të çojë se çka ndodh atje. Kuptohet që vëzhguesit tanë gjenden në terren për të zbuluar ato gjëra të cilat nuk i kap kamera. Njëjtë sikur dhe gazetarët dhe gazetaret, kuptohet. Ajo që për neve është shumë rëndësishme në këtë periudhë është se tashmë para shumë kohë vërejtëm se vetë fushata ka filluar në mënyrat nga më të ndryshmet. Partitë politike i përdorin të gjitha vrimat e mundshme, mangësitë, boshllëqet në kodin zgjedhor me qëllim që të mund të bypassojnë atë procedurë standarde demokratike të bindjes së trupit elektoral të votojnë për një apo kandidat tjetër. Përndryshe është vendosur, është konstatuar dhe nga më parë nga ana e ekspertëve dhe kolegët dhe koleget tona dhe individit tjerë relevant në këtë proces se thjesht kodi zgjedhor për fat të keq ende është tepër me boshllëqe, disa e krahasojnë edhe më djallin zvicran, ajo që për fat të keq shqetëson është se partitë politike nuk e respektojnë votuesit dhe standardet demokratike. Prandaj të ne shohim ndoshta më e dukshme është në gjatë procesit zgjedhor pikërisht shfaqja e gjuhës së urrëties. Gjuha e urrëties është e dukshme se është futur në arsenalin e armëve që përdoren dhe me të cilat shërbejnë strukturat politike për të fituar pikë politike apo për të diskualifikuar politikën. Oponentin politik. Gjuha e urrëties është dukshëm e planifikuar me faza. Fazat aktivizohen varësisht prej gjendjes në vend. Fillimisht ishte në bazë etnike, tani në këtë moment po zgjat një kombinim ndërmjet histerisë etnike, fetare dhe antimigrante dhe kuptohet nuk anashkalojnë sipas raporteve tona prej terrenit, nuk mungojnë edhe diskualifikimet personale të kandidatëve kur flasin për aktivistët dhe aktivistet e partive politike. Kjo gjithashtu reflektohet në për media, të cilat janë një ashtu pjesë e vëzhgimit tonë. Ajo që është shumë rëndësishme për të thënë, është se civil në mënyrë të sy hapur mbikëqyr financimin politik. Ky është specialiteti jonë dhe këtu përfshihet puna jonë në komunikim me edhe terrenin, por edhe institucionet të zbulojmë, të shohim nëse financimi politik është në pajtim me ligjet. Kuptohet edhe këtu kemi vërejtje për mënyrën si është rregulluar financimi politik para së gjithashtu në aspekt të raportimit financiar, përkatësisht për raportet përfundimtare financiare, siç publikuam edhe më parë, mjafton dhe ka tepër shumë kohë në të cilën është e mundur të bëhen kalibrimet të caktuara të raportive financiare. Kuptohet dhe të presim edhe partitë politike të njoftojnë të informojnë publikun se për të gjitha mjetët dhe financat të cilat janë investuar në fushat kemi arsyetim, edhe pse kemi lajme se
financimi i fushatës politike nuk do të jetë lëndë apo temë raportimit. Unë do doja të përmend dhe të numëroj vetëm disa prej vërejtjeve apo sferave në të cilat kemi detektuar paregullësi serioze dhe kuptohet do të lë hapësirë miqt dhe mikeshat e mia t'ju informojnë për një pjesë të cilat në raportet e tyre ende nuk janë prezentuar para publikut, ashtu që edhe media do të kenë çdo të dëgjojnë dhe të publikojnë në shtojcat e tyre. Më lejoni vetëm të gjej këtë pjesë. Mund të them se përveç fjalës së gjuhës së urrejtjes, kemi detektuar edhe numër të madh të rasteve të keqpërdorimit të fëmijëve dhe të mitërve në fushatën politike dhe këtë rast do doja të shfrytëzoj në emër të Civil Qendrës për Liri edhe një herë të dërgoj të bëj thirrje të gjitha partitë politike dhe strukturat politike kuptohet gjatë kësaj edhe tek prindërit, të lënë anash fëmijët prej politikës, për çka se edhe ashtu është mjaft e kontaminuar politika. Fëmijët i hasim i takojmë në miting, në Facebook të veshur me simbole dhe veshje të ndryshme të llojshme, i shohim edhe TV klipet dhe konsiderojmë se kjo nuk është e pranueshme, është në kundërshtim me ligjin dhe kundër të drejtë në kundërshtim me të drejtat të fëmijëve. Gjithashtu në bazë të denoncimeve, por edhe në bazë të analizave, kemi vërejtur se thjesht tepër lehtë pranohen ide dhe mesazhe të caktuara dhe pjesë fushatave në fakt janë disi në mënyrë artificiale të imponuara mbi njëra tjetrën për shkak se në fakt janë të vjedhura prej trashëgimeve të tjera politike, qytetare dhe të tjera. Ishte vështirë të konstatohet dhe të detektohet edhe keqpërdorimi flagrant, përkatësisht shkelja flagrante e kodit zgjedhor edhe në aspekt të fushatës së parakohshme politike, fushat para kohe e filluar, kemi që vërrehet para 1 prillit, përkatësisht pas 21 marsit, kur vetëm ishin publikuar edhe vetë kandidatët për president. Dhe mund të themi se prej tani janë të dukshme lajmërimet për shkeljen e heshtjes zgjedhore. Kemi 2 raste në të cilat qysh tani ka lajmërime dhe sinjale për aktivitetet e caktuara në Facebook, të cilat njëra ka të bëjë me 21 prillit, tjetra me 5 maj, përkatësisht ditët e votimit kur kemi heshtje zgjedhore. Supozoj se institucionet relevante për këtë do të bëjnë përpjekje të eliminojnë këtë rrezik sa më shpejt. Gjithashtu jemi të informuar për disa raste në disa vendbanime ku përgatitet edhe mitmarrje apo rishfet, korrupsion zgjedhor nga burimet të caktuara. E dim se kjo nuk është më shumë prej 500 denarëve, por është rritur çmimi i votës dhe do të jetë 1000 denar, madje edhe më shumë në ditët para ditës së votimit dhe në ditën e zgjedhjeve apo votimit, ndoshta edhe më tepër. Presim ditë të qeta zgjedhore, dita e parë, apo cikli i parë do të jetë me qetë duke pasur parasysh se tensionet të caktuara dhe e tendosje pa incidente presim të jetë 2-3 orët e fundit të ditës zgjedhore. Do doja të ndaj me ju edhe disa vërejtje tona pozitive para se gjithashtu këtu jetë puna e përmirësuar e sistemit. Kemi lajm të mirë, siç është Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, që është me gjitha kapacitetet e saj e kyçur në luftën kundër korrupsionit politik dhe keqpërdorimin e resurseve publike. Kjo është shumë e rëndësishme të dimë se ky institucion ka shumë kohë që pritet dhe tani e shohim të gatshëm të punoj pikërisht në këto tema në cilat edhe ne punojmë. Prej këtu mund të ndaj dhe të bëj thirrje të gjithë qytetarët dhe bashkëqytetarët, organizatat jo qeveritare apo qytetare të ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit dhe veçanërisht në këtë periudhë zgjedhore. Mund të themi se ndoshta për herë të parë Civil ka përvojë pozitive me
Këtë përbërje të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që tregohet mjaft i shpejt dhe efikas dhe i hapur për bashkëpunim me Civil Qendrën për bashkëpunim kuptohet. Kjo është situatë që mund të ndryshohet në çdo moment, varësisht prej asaj kush do të jetë i kënaqur apo jo. Dhe kuptohet vërejmë një kërcim serioz teknologjik në gjithë këtë fushatë, përfshirë edhe mënyrën se si funksionojnë institucionet. Gjithashtu është dukshme se mundohen të mbajnë hapin me kohën dhe teknologjinë. Përgjithsisht vlerësojmë se ka shumë dobësi. Bëhet fjalë për proces zgjedhor për zgjedhjet e presidentit apo presidente së Republikës së Maqedonisë së Veriut, por njëkohësisht të shohim se është proces zgjedhor që ka karakter të zgjedhjeve parlamentare. Ndonjëherë varet prej vendit, lokacionit dhe pjesëve të fjalimit. Shohim se bëhet fjalë edhe për fjalimet të cilat mund të kenë të bëjnë apo të kenë natyrën e zgjedhjeve lokale. Vërejmë shumë involvim serioz dhe të konsiderueshëm të krerëve politik, të partive politike, dhe kjo është situatë të cilën vlerësojmë se kandidatet për president disi humbin dukshmërinë e tyre dhe në fakt për ata bëhet fjalë. Civil Media